lidhshme në antikujt e muzikës së lehtë u hap një ndër restoranët më luksoze në vend. Bëhet fjalë për restorant, hotel, spa, park. Ky hotel u hap, nuk është hotel klasik, si po hapën e për Maqedoni. Kjo është hotel pakës më specifik dhe mu imi thonë që është hotel butik. I ka 10.000 katror, i ka 100 punëtor, kam në pas. Kemi në suazat e hotelit, i kemi qendrën fitnesse, ku i ka gati 1.000 katror, edhe është me aparatur ose me mjete më moderne që ekzistojnë. E kemi 4 vetë që ushtrojnë, edhe njoni për atyme është edhe shampionën në Maqedoni që 14-15 vite. Në suazat e hotelit kemi edhe spa qendrën, ku e kemi bazenin, e kemi saunën, e kemi hamamin turke, e kemi 4 vena për masazh. Mujtë të thëmë që edhe e kemi prej Tajlandët maserkat, që virmin e maserat. Kemi restoranin, kemi 78 dhoma. Dhoma ma e vogël është 39 katror. Dhoma ma e madhe është 200 katror. Ato janë dhomat prezidenciale. Në kuadër hotelit jonë edhe kafici Brik, lounge bari Twins, klubi Reka, edhe është për gra ose për femna kemi manikir dhe pedikir. Për çfarë investimi bëhet fjalë? Sa është vlera e investimit? Investimi është, kam rrit disa herë, e ka përcy buxhetin, edhe kam rrit deri te cifra 15 milion euro. Faleminderit shumë. Kjo është suksesi se Gemaku e ka fillu biznisin para 25 viteve. Cili është çelësi i këtij suksesi tuaj? Cili është çelësi i këtij suksesi? Pun, edhe vim me qenë gjithmonë në jetë korekt. Vim me dash njerëz, edhe punëtorët. Me siguri, meritat të mdhaja e kanë edhe stafi im, që punojnë 25 vetë në Gemak, edhe ata me siguri kanë bërë shumë për qëtë kompani, edhe që pishpizoj rastin të faleminderoj të gjithë punëtorëve, stafit tim, që kam pru deri në qëtë deregje kompaninë teme, dhe besoj që do të vazhdojmë prap si vardare qyrsec, edhe në do të vazhdojmë me bizniset tona, prap me bëj investime tjera Maqedoni edhe në Shkup. Faleminderit dhe shumë sukseset të tjera. Faleminderit.
Одлично, добро си поминуваме, прославуваме 25 години од Гемак Трейд, а воедно и отварање на овој прекрасен хотел. Да. Верувам дека и на цело Скопје и пошироко надвор од нашите граници, што побрзо да дојдат гости, да уживаат и убаво да се поминат. Shumë bukur, shumë mirë. Patjetër po. Është një atmosferë mrekullueshme, është një objekt i cili besoj se i mungon të Shkupit, edhe që besoj që këtë pjesë sidomos të Shkupit do ta zbukuron edhe më tepër se sa është. Është një ambient afër parkut të qytetit, është një hotel afër parkut të qytetit i cili do të ketë, pasi e kam pa objektin, është objekt i cili do t'i plotson të gjitha kushtet standardet evropiane dhe besoj se do të ketë shumë punë kjo objekt. Mirëpafshim. Sonte u bë hapja e një ndër hoteleve më luksoze këtu në vend, po të fjalë për Hotel Spa Park, diçka më konkretisht? Diçka më konkrete kena mundu të bëjmë diçka që të krenojmë ne dhe të huajt kur vinë këtu të kemë ku të krenojmë me diçka që kemi. Kena bo një hotel të posaçëm, nuk ka si këtë hotelet tjera, do të keni mundësi dhe do të shini vetë si kena rrit, me shumë mund, me shumë dashuri dhe me timin që kemi bë këtë, nuk ka qenë letë, po më në fund e bukra asgjë nuk është letë, diçka shka është e mira. Cila është e veçanta e këtij restoranti të hotelit? E veçanta është u bë me dashuri, me shumë mund, edhe u bë është unike. Unë jam Altin Maliqi edhe faleminderit shumë Art.
dhe mirë se keni ardhur. Posh Gerdens. Zdravo na sите! Ви благодарам што вечерва сте тука со нас. Јас и моите браќа со голема одговорност и посветеност ќе ги следиме стапките на татко ми. И ќе вложиме се од себе за да оправдаме неговата доверба. На местото каде што татко ми научи да плива, заедно да запливаме кон низината. Ви благодарам уште еднаш, имајте убава вечер! I'm Malice, son of Alvan Malice, and nephew of this great man and wonderful example, Enver Malice. Tonight I am here to show you my gratitude in the name of my father, Alvan, which could not make it here tonight, but he still sends us regards. Thank you everyone.